ndarja buzëqeshjet i kthe në lot. Dhe realisht, këto buzëqeshje janë të kthyer në lot. Janë fjalët e një nëneje që ka shkruar për të birin e saj, për atë të cilin ka investuar kohën, ka investuar vitet, ka investuar shpirtin, ka investuar jetën, ka investuar gjithçka që krijuesi i ka krijuar në këtë universin ku ne jetojmë. Dhe në momentin që martesa bëhet në jetën e djalit, nusja nuk e do ta ashtu quajturën vjerë, sepse është një epitet i vënë nga që të gjitha janë nëna, dhe e dëbon nga shtëpia e çon në azil. Por nëna, me patjetër që i dhimbset shpirti për të birin e saj, për djalin e saj, shkrua një letër të dhimbshme, një letër tepër emocionuese, të adresuar në adresën time, dhe dëshiron që unë këtë histori